Një nanë që ka arrit me shumë dashuri edhe fëmijët e vet, po ma me shumë dashuri nipat e mesat. Pa çka se si ka pas këtu që të gjithë? Po, Se i ka kalu në përdorët vet, shumë. i ka kaluar, ka shkuar dhe ajo shumë shpesh. Ku jetojnë tani? Jo, se fëmijët e vllajt madh Po, janë rrit aty në fshat. Janë rrit me nanën. po tani ku? Edhe fëmijët e mi tani janë në Itali. Tani janë të gjithë në Itali, ë? Po. Dhe vetëm ti ke mbetur këtu dhe Noli që më the? Jo, edhe Noli është në Itali. Edhe Noli ka shkuar në Itali? Po. Ah, mendova se ishte në Tiranë, nga që më the. Është vendos në Tiranë. Vllai i dytë është në Tiranë. Vllai i dytë është në Tiranë. Me familje, me... E ke menduar emigracionin? Të them të drejtën, unë ndoshta duke qenë vazhdimisht marrëdhënie pune. Kam punu me elektrikun 25 vite. Çfarë ke bërë aty? Elektricist. Elektricist, ë? Elektricist zonave. Të gjithë zonat gjithë fshatrat e kësaj zone unë i kam kaluar. Puna e tillë. Edhe në kam, masani me vonë sa jove një motor, vllai ma solli nga Italia edhe atë. Motorin, ë? Po, Dhe me para 25 viteve kam punu emigracionin? emigracionin, ja, fare. Nuk e mendove asnjëherë. Nuk e mendova, duke qenë se isha në marrëdhënie pune. Mo dokte, nuk di si të thëmë, nuk e kam pas edhe kështu, në një motiv, emigracionin. Po fëmijët kanë pas thënë, bab, pse Ja, nuk shkojmë jashtë? ja. Kush e menonte se do vije? Unë e mendosha gjithnisht që gjërat do vinë një hap më përpara. Jo që do boje hap mrapa me këto të zbrazën zonat të... Unë se kam konceptuar dhe shumë si unë. Po unë tani ju them vëllezërve shumë, jo pas ki bo mirë që hikt. Je penduar? Po, Je penduar, ë? po. Unë tani nuk e preferoj nuk e preferoj edhe Tiranën. Jo se nuk e preferoj. Edhe e lakmoj edhe. Po që do bëj? Që do bëj në Tiranën tani? Nuk integro, nuk adoptohesh dot. Pas kësaj moshe. Lere ma në emigrim. Unë nështë do të më gjenje edhe mund këj punë, se do të detyrohem ti bashkan gjitën djalit e vajzës e... E mendojnë që mund të detyrohesh Po të e shkosh aty? mendoj, veç për arsyet të fëmijëve. Për të mos ju ngel... Unë e llogari, siç kam llogaritur për babën time, për nanën e duke i pas marake, duke... Ashtu kanë edhe fëmijët e mi marak tani për babin e vet e mamën e. Po. Edhe në qofë se të thonë ata, babë s'na ke lona si gjë, thuj, ju kam dhonë genet. Kur fillove të mirë që ti? Unë ju them fëmijëve, lumë si ju, edhe e vlerësojnë, edhe ato, të gjithë, edhe fëmijët e mi, po edhe fëmijët e vëllezërve, që janë rritë me gjysh edhe me gjyshi. Me dashurinë e gjyshit e gjyshi, a gjë madhe është shumë. Po. Edhe kjo vlera ma madhe për ata. Gjë që unë nështë nuk do e gëzoj si të them unë. Nuk e ndjej, sepse mu më shtu djalimin e vajzë, tani, ati në Itali, unë akoma s'kam shku me pa. Ajo do rritet larg, gjyshit larg. Nuk është ajo... Po emrin, si ja ka vendos djali? Olivia. Olivia. Po. Pse ke vendos këtë kështu me karrige? Për qef? Po më vinë shok në një, rrime në një shok me në një. Me njerëzit e familjes. Kur e bërë biznesin? Kur hape dyqanin? U detyrova e hapa dyqanin, nuk kisha në ide fare. E tregtini shumë, nuk e menoja. Nuk e ke pëlqyer tregti? Po nuk e menoja, se jo se nuk, po nuk e menoja. Mirë po ngela pa punë. Kur e mori elektrikun qezi shpërndarja, unë isha në një pozicion pune
me arktime. Edhe këta u shkurtuan të vende pune.